që është situatë në cilën nëse më rrimë shojmë sa jemi kreativ. Cila është pesha specifike elektorale e Vjosa Osmanit dhe a është kjo drejtësia e madhe e sytë në zgjedhjeve? Shini, unë mendoj që fokusi i lëvizjes vetëvendosje në këto zgjedhje duhet jenë qytetarët e Republikës së Kosovës, zotimet që i kemi adresuar gjatë mandatit qeverisës, programi qeverisës për mandatin e ardhshëm dhe lista kandidatëve që konsideroj që është lista më e mirë prej gjitha subjekteve politike. E kjo listë do të bëhet publike të dielën në orën 19:30 në Gjakov. Pra do të bëhet prezentimi i kandidatëve, pas pak ditëve do të bëhet prezentimi i programit qeverisës nga kryeministri Kurti. Pra nuk do të merrem unë me si me thënë, veprimet politike as të zonjës Osmani e as të tjerëve që nuk janë në lëvizjen vetëvendosje. E kam fjallën për deputetë të cilët janë bashkuar zonjës Osmani. Sepse vlerësoj që qytetarët e Kosovës janë ata që do ta thonë qëndrimin e tyre në raport me veprimet tona. Pra, unë mendoj që është e rëndësishme të fokusohemi në këto aspekte dhe jo të merremi, le ta bëjnë këtë analistat në studio televizive dhe të tjerët, por nuk është punë jona kjo. Nuk i pyeta për peshë specifike të Ardian Gjinit ose të Betri Hamzës, për shkak se ata si keni pasur në listë zgjedhore. Me Vjosa Osmanin keni qenë me një listë zgjedhore, po nëse e konsideroni që s'ka nevojë me dhënë mendim është tjetër shkak. Jo, me qytetarët i vlerësojnë veprimet e secilit prej neje. Edhe me të shtatin